Në ditën kur ka detyrimin për të paraqitur në SPAK për dosjen Partizani, Sali Berisha zgjodhi të bëjë fushat. Pas daljes nga ky institucion, ai bëri publik një mesazh që i la krye prokurorit të SPAK, Altin Dumani. Mbyllja e aferës me Gonigal nga Altin Dumani përbën një krim ndërkombëtar. E garantoj Edi Ramën se asgjë në botë nuk do mund ta shpëtoj nga kjo aferë e tmerrshme me të cilën ai korruptoi njeriu kryesor që sipas gjykatësit amerikan kishte detyrë të mbronte qytetarët amerikan nga korrupsioni, por u korruptua vetë duke marrë parat e Edi Ramës. Berisha kishte edhe një mesazh për të paraburgosurit lidhur me zgjedhjet e 11 majit. Se për këtë do votojnë e din ata vetë. Ne nuk kundërhyjmë kujt në votë, por ne themi që të votosh për xhelatin tënd është problem. Në datën 23 prill, gjykata e posaçme do të marrë vendimin nëse dosja Partizani do të kalojë apo jo për gjykim. 3 janë vendimet e mundshme që gjyqtarja Flojera Davidi mund të marrë. Ta kalojë për gjykim dhe Berishës do t'i duhet të nënshtrohet gjykimit në themel, apo ta pushojë dosjen duke e liruar ish-kryeministrin nga akuza e korrupsionit. Dhe e fundit, t'ia kalojë prokurorisë për hetime të mëtejshme. Bashkë me Berishën, i pandehur është marrë edhe dhëndri i tij Amar Bermaltezi, i cili akuzohet edhe për pastrim parash.